është koncerti humanitar, pikërisht I cili u mbajt në Ferizaj, është koncerti u organizu për Lirindjen, ishin shumë emra të këngëtarëve, vlen theksohet se ishte një publik I mrekullueshëm, diku afër 800 veta u bon, kështu që faleminderit gjithë atyre të cilët kur kanë nevojë për ndihmë janë gatshëm të vinë edhe të kontribuojnë. Kështu që po e ndjekim edhe më njëra pas kësaj shkojmë në Bleronën edhe me Vali Kuqe. Edhe njerë në vëllon faleminderit që keni ardhur edhe ju që edhe tash e po vazhdojnë të moritë numri me kontribu. Për I dini shpresojmë se së shpejti të shërohet e tjetë mesin e juj. Në emër të familjes Ademi, në emër timin personal, në emër të Rilindit, ju falenderoj të gjithëve që keni gjetur kohë që të vini në koncertin humanitar për rastin e Rilindit. Edhe një kontribut I juaj sa I përket koncerteve humanitare. Po, në radh parë dua të falenderoj organizatorin, Avnion, I cili e bëri të mundur këtë koncert humanitar për Rilindjen e vogël, edhe shpresojmë që t'ja kemi arritur qëllimit deri diku të paktën t'i japim një ndihmë sado të vogël për Rilindjen, për shërimin e tij. Gjithashtu falenderoj shumë publikun e Ferizajt, të cilët morën pjesë në këtë koncert humanitar, edhe së bashku me ne dhanë ndihmën e tyre, kolegët që morën pjesë, Televizionin 21 për përkrajen mediale, Tylabi si prezantues, pra I falenderoj të gjithë edhe shpresoj që t'ja kemi arritur qëllimit deri diku. Faleminderit të gjithë. Shpresojmë që sa do pak ky kontribut t'jetë të mirën e Rilindit. Shpresojmë që gjithë nga pak dhurojmë edhe të arrijnë suksesin Rilindje dhe takomi për të mira mandej. Buona, paska qika të reja, buona pak një svilot. Ti kalzaju që është duhet në bëllë svilot. Ti kalzaju që është duhet. Buona muzike me gojë që aty. Buona, një shërë një muzika, kina një muzikë di që. No, mi fështu, no, që e për kërnjeri, që e për kërnjeri. Hajde, shkojnë. Hajde! Shkëna dhe njo. Hajde, shëtë. A të luna me Gjoni Damion të nëlla shpejt. Dorë të kitje, hajde. Një, dy, opa. Qenë. Hajde. Një. Unë e këmluën 37 në 379. Pret, veç pak. Sofia. Borza. Ja, për Sofia,ëroj Sofia. E kanë zonë tope. Kujën dorë të kidet, hajde. Këtë Gjoni jam është I mirë në rëzu shpija.
shumë i lumtur që kam qenë në mesin e këtij koncertit. Do me thonë faleminderit shumë publikut që i kanë ndihmu rilindit. Falenderojmë edhe Avniut që organizoi këtë koncert, edhe jam i gatshëm gjithmonë me qenë prezent në koncerte humanitare. Kënaqësi që jena këtu në Perizaj. Normalisht për Rilindin edhe besoj që gjithë i urojnë shërim sa më shpejt, duke i falendruar gjithë ta njerëz që ishin këtu sonte. Duhet mi ditë që sa do pak që kontribon njëri ose sa do shumë, atëherë është dushmëni mirë nga brenda. Edhe unë kam një ndjenë edhe që unë besoj që që më muni mas mirë të sa herë që unë nina që bëj mirë diçka, që kontriboj diçka, atëherë është ndjene më mirë. Me të vërtet për neve është shumë kënaqësi e madhe, nëse me të vërtet me këtë kontribut kena ndihmu pak, kena bërë diçka për këtë djalosh për Rilindin. Shpresoj që edhe në të ardhmen të bëjnë sa më shumë manifestime humanitare. Në të çdo do jemi këtu. Mu më vjen shumë mirë që jena të ndihmu Rilindit edhe i dëshirojmë shumë shërim sa më shpejt. Unë qërë kam thënë, nëse brenda ditës s'ke bën një gjë të bukur, s'ke ndihmu atëherë s'munët më kon ajo ditë e bukur. Jemi bashkë me Amnis Selimin, i cili organizoi edhe në Turgau të Zvicrës, po të njëjtin koncert, po edhe tash këtu me më shumë emra të artistëve të cilët i sjellin pikërisht në Perizaj, duke dhënë kontributin për Rilindjen. Amni, sa i kënaqur në përgjithësi me prezencën e publikut sonte,
E di që edhe në Zvicër ka qenë një mbrëmje po e këtij. Labi, unë pikës pari falenderoj gjithë këta artista që e kam përkrojnë iniciativën time. Faleminderit gjithë këtë publik e patë edhe ju sonte që kanë qenë një publik shumë, me një numër shumë të madh. Faleminderit edhe juve si televizion, ishte kënaqësi për mua kur I kom pa gjithë këta njerëz që kanë dhënë kontributin. E kam ditë si obligim moral kur e kam pa videon e këtij fëmijës, meqense nuk e kam njoftë. I falenderoj gjithë këta njerëz që kanë sonte. Mendoj, inshallah rilindit I uroj shërim sa më të shpejt. Inshallah del edhe ai me familjen e tij na vinë edhe rrinë bashkë. Unë në emën televizionit, për shkak se edhe emisioni unë jam Kosovë, I cili transmetohet radio televizioni në diaspora gjithmonë kontribon. Faleminderit për gjithçka që bëni për Kosovë. Faleminderit edhe për diasporës. E kena pas një koncert me 27 tetor atje, edhe atje ka pas një numër të madh mysafirëve që kanë ardhur në koncert. Faleminderit edhe në artistët që kanë përkrahur për sa për Fizullaut, të madhit, si në Zvicër, si këtu, edhe këngëtarë tjerë mos I përmend këtë me emra. Faleminderit shumë. Edhe juve si televizion faleminderit që keni gjetë kohën me arsantë këtu, edhe me pa koncertin. Faleminderit.